here by my side. I believe in us. No distance between us, you're in my eyes. Përshëndetje të nderuar pjesëmarrës. Ju falenderoj në emër të shoqatës së fëmijëve dhe të rinjve me diabet. Është kënaqësi për ne pjesëmarrja juaj në aktivitetin tonë Dita Ndërgjegjësuese e Diabetit. Gjatë këtij aktiviteti do jenë pjesë fëmijë dhe të rinj me diabet, prindër dhe pjesëtarë të komunitetit për të zhvilluar një ecje sensibilizuese me qëllim promovimin e të drejtave dhe nevojave që kanë individët me diabet për të jetuar një jetë në dinjitet dhe gjithëpërfshirëse. Aktiviteti do t'i dedikohet 1500 fëmijëve dhe të rinjve që vuajnë dhe diagnostikohen çdo ditë nga diabeti, si dhe sensibilizimit të popullatës për shenjat dhe problemet që sjell ai. Diabeti është një sëmundje që prek të gjithë pa dallim, ndaj informimi sot dhe kapja e tij në kohë redukton problemet e mëvonshme. Me rastin e ditës ndërgjegjësuese për diabetin, ftojmë kryetarin e shoqatës së fëmijëve dhe të rinjve me diabet, zotin Asim Toro. Sëmundja është fjalë shëmtuar, sëmundja nuk ka lidhje me diabetin, diabeti është më shumë në mënyrë jetese pa të drejtë zgjedhje. Unë siç kam thënë i palodhur, do të vazhdoj të jem në shërbimin tuaj. Me ju, ose më mirë me secilin për ju që jam njohur në rrethana të vështira kur sëmundja kishte mbritur, por mbas përmirësimit të saj, për pat keq nuk të thotë që çdo gjë kaloi, aty fillon një mënyrë jetese, sikur tha Çini, kryetari i shoqatës. Një mënyrë jetese e cila kërkon disa veçori, disa mbështetje, disa detyra për të arritur që fëmijët të rriten, të plaken, të bëjnë 100 vjeç dhe të kalojnë një jetë sa më cilësore, sa më të gëzueshme. Arsyeja pse jemi mbledhur sot këtu është pikërisht të promovojmë nevojat që kanë individët me diabet, nuk po them të sëmurë si kur tha Çini, se është fjalë shëmtuar, mbështetjen që kërkojnë ata, jo vetëm në medikamente mjekësore, po dhe në pajisje tjera për të ruajtur, për të kujdesur për shëndetin e tyre, të cilat ne shikojmë me kënaqësi që dita vites po vinë duke u përmirësuar, duke u ushtuar, shumë gjëra që kanë munduar po plotësohen. Dhe këtu jemi sot jo për të gëzuar për ato që kemi arritur, por për ato që kërkojmë të arrijmë. Nevoja e diabetikëve për rimbursimin e materialeve mjekësore, si tishat dhe lancetat që janë parësore për diabetikët. Dhe për këto më shumë se kur, ne si shoqat ngrem zërin për veten tonë, por dhe për gjithë diabetikët në Shqipëri që të arrihet ky rimbursim. Në këtë ditë ndërgjegjësuese për diabetin, kemi mbështetjen e bashkisë, duke qenë se sporti është pjesë e përditshme e jetës së një diabetiku, por jo vetëm. Mirëpresim me kryetarin e bashkisë, zotin Andi Seferi. Faleminderit. Përshëndetje gjithë, nota do doja të falenderoja organizatorët e kësaj dite sensibilizuese, shoqatën e fëmijëve dhe të rinjve diabetik. Do doja të falenderoja gjithë mjekët që shikojnë prezant për faktin që janë ata në vijë të parë të kësaj betejë të madhe, por edhe shumë të gjithë të rinj të fëmijët, prindërit e tyre. Mirëpresim nga përfaqësuesit e avokatët të popullit që për ne ka qenë suport edhe në ditën botërore të diabetit. Atëherë përshëndetje të gjithëve, është një ditë në cila të gjithëve duhet të na sjellë vëmendje problemin e këtyre fëmijëve me diabet. I don't need to feel lonely in my dreams. You're with me, you're with me. You came from the stars, fell into my arms. Dhe unë dua të ftoj një antare të shoqatës për të folur për diabetin. Elmira Cenaj. Elmira, si gjithë ju, kam qenë pak më e vogël. Në momentin që më shfaqur diabeti, sot bëhen rreth 17 vjet që unë bashkëjetoj me diabetin dhe jam këtu për të thënë të gjithëve, dhe nuk do ta marrin shumë personale, diabeti prek këdo, nuk zgjerr kë prek një fëmijë të vogël, prek një adoleshent, prek një të rritur. Ne do të mësohemi të ndërgjegjësohemi me diabetin, të jetojmë me të, ta kuptojmë. Të gjithë, sigurisht është një kënaqësi që të jemi gjithë bashkë.
për këtë sëmundje të shejtë. Diabeti nuk është që prek një person. Diabeti prek shumë personëve. Nëse në familje është një person me diabet, një familja ka. Nëse një njeri në ambientin e shoqërisë ka diabet, dhe shoqëria ka diabet. Pra, kjo sëmundje nuk është sëmundje që prek individin, por prek gjithë shoqërinë. Jemi këtu për të bërë sensibilizim, për të thënë shoqërisë që jemi të gjithë, duhet të sensibilizohemi dhe ta studojmë shpejt të sëmundje. Pa ndjekojmë mirë të sëmundje që nesër mos kemi ndërlikim. 4 herë insulinë në ditë. Jam mbaj aq me rregull, me llogari, me peshë, me të gjitha. Nuk e di pse hypën e zbret, shumë nuk normalizohet. Your hair, when you smile you make me dare. Live this life and then rewind. Join me in this ride.